Brenda një kohe të shpejtë në Lezhë do të marrë zgjidhje 80% e problematikës me infrastrukturën rrugore. Konfirmimi ka ardhur nga kryetari i Bashkisë Pirin Dreu gjatë konsultimit publik të projekt buxhetit afatmeson 2027-2029. Sipas Dreut, në bashkëpunim edhe me qeverinë, është planifikuar të investohet në 165 rrugë në zonat urbane dhe rurale. Janë rrugë rurale 107 dhe pas të marrë në qafë, që të bëjmë një grup me qeverinë. Pra, ka Zemeni, ka Menishti, ka Shëngjini, ka Koqi, ka Dashti, ka Kalmeti, ka Ungrej, tash të një duke bëjmë një projekcion në vete, besoj në shtatorën në vijë me shtyp buxheti për arsye të eksis në mënyrë jashtëzakonshme me ardhurat që kemi ne dhe që do mendoj që ne në shtatorën ka pasur parashikime tona të ardhura, pra Lezhë kthehet domethënë komplet në një tantierë ndërtimi ku ne fillojmë e ezarojmë 70-80% të asaj që quhet infrastruktura. Deri në fillim të muajit korrik do të hidhet shtresa e parë e asfaltit edhe në rrugët të qytetit për të dhënë fund kaosit të krijuar prej muajsh, si shkak i punimeve që po realizohen për kanalizimet të ujërave të bardha dhe të zeza. Kemi rënë dakord që mërna qershore dhe fillimit të korrikut ne të vëmë një shtresë të parë në asfalt që ta bëjmë që jetin taksesueshëm, por duke qenë vigjilent se mos na rrshet diku për shkak kanaleve dhe prishet. Duke ju referuar prioriteteve, Bashkia Lezhë ka planifikuar të investojë 3 miliard lekë me të ardhurat e saj në vitin 2027-2029.